Në ditën e tokës që shënohet çdo vit me 22 prill, sot Drejtoria e Shërbimeve Publike ka zhvilluar disa aktivitete që ndërlidhen me ruajtjen e ambientit dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për kujdes ndaj natyrës. Lulet e para pranverore i mbjelli kryetari i komunës Agimaliu, ndërsa vazhdoi së bashku me zyrtar të komunës edhe përfaqësues nga Kfori, mbjelljen e drunjve dekorativ tek salla e sporteve, po ashtu edhe vendosjen e shportave të reja për mbeturina. Drejtori për Shërbime Publike dhe Emergjenca në komunën e Ferizajt, Alberton Sahiti, tregoi se ky aksion nisi sot në gjithë qytetin, teksa përveç këtyre, rëndësi e posaçme ju kushtua edhe heqjes së deponive ilegale që vazhdojnë të mbesin problem për një ambient të pastër. Po si shumica e qytetit të Kosovës e Frizone gjenden me shumë aktivitete, duke filluar prej pastrimit të qytetit dhe përshirjes së qytetit, jekjen e bordovëve, jekjen e mbeturinave të ndryshme që në qytet, deponit ilegale, dy prej tyre në njërin e fshatit Dubrovë që ka qenë që shumë e madhe problem, shumë i madh, e kemi pastruar, është duke pastruar. Kemi filluar me mbjelljen e luleve në gjithë qytetin e Ferizajt, pastrimin e shesheve të ndryshme dhe mbjelljen e drorëve dekorative dhe pishave në shumë pjesë të qytetit ku shihet që është e nevojshme aty. Këto aktivitete që e përmbushin ditën e tokës, jemi duke të munduar të bëjmë organizata të ndryshme, Kforin, policinë, institucionet tona, duke filluar prej policinë, Gjarthekst dhe nxënësat e shkollave të mesme që e kanë gjetë vullnetin e tyre dhe po na ndihmojnë shumë në këtë të shënojmë këtë aktivitet në disa më të mirë. Prej muajit tashëm të vazhdojmë të ikëm të gjitha deponit që janë ilegale. Apelojmë të gjithë qytetarët se ne vazhdimisht si drejtori kemi vazhduar dhe kemi ikë gjitha ato deponit ilegale. Mirë po prej qytetarëve atë po vazhdojnë. Ne po ikëm ata po vazhdojnë të qesin aty. Prej muajit tashëm të vazhdojmë të ikëm të gjitha deponit që janë ato edhe që janë të vogla se ata të mirë, po do të mundohemi që të mos ketë më deponi ilegale. Aktivitetet të ngjashme janë zhvilluar edhe në fshatrat e qytetit, si domosdoshmëri për ambient gjelbrues e të pastër në të njëjtën kohë. Ka aktivitete nuk është vetëm në qytet, aktiviteti është duke vazhduar në të gjitha fshatrat, duke filluar për të gjitha shkollat e mesme, dhe të gjitha shkollat fillore dhe të mesme dhe të nxënësat dhe personeli shkollor janë duke të pastruar aborret e tyre, edhe kryetarët e fshatrave kanë marrë iniciativë që shumicën e vendeve ku ata mund në hapësirat e tyre publike janë duke pastruar, jemi duke ndihmuar edhe ne në gjitha thuajse në gjitha qytetet, gjithë fshatrat e qytetit të Ferizajt janë duke u pastruar, janë duke të ligët këto deponitë që janë caktuar. Aktiviteteve të komunës së dy bashkangjitin edhe nxënës, Policia e Kosovës e nuk munguan as pjesëtar të shoqërisë civile.